Si ta kompensoni faktin që bebi mund të kalojë më shumë kohë se ç'duhet te karroca dhe çfarë të bëni për që të mos ndikojë keq në zhvillimin e tij motorik. Tani në videot e kaluara ju tregova bebet nuk supozohet të kalojnë më shumë se 1 orë kohë pa ndërprerje në të njëjtin pozicion, qoftë e kanguri, qoftë e karroca. Qëndrimi i shtrirë në korris për më shumë kohë se ç'duhet nuk është mirë për bebushat të cilët janë më të vegjël se 6 muaj, sepse rrit rrezikun e formimit të kokës së sheshtë dhe normalisht ndikon edhe në mënyrën se si bebushat i arrin fazat e zhvillimit motorik. Kur e shikoni që qëndrimi i shtrirë në korris tek bebushat po fillon të kthehet pjesë e rutinës. Pra, është diçka që nuk është vetëm në një ditë apo po keni patur shëtitje të gjata, qëndrime të gjata jashtë, por e shikoni që gjatë 24 orëve bebushi po kalon shumë kohë shtrirë në korris, atëherë është koha për të bërë diçka për ta kompensuar këtë gjë. Dhe gjëja më e mirë që mund të bëni në këtë rast është qëndrimi i barkazi. Qëndrimi i barkazi ndihmon në zhvillimin motorik të bebit. Ndihmon bebin që të ngrejë kokën lart, të forcojë muskulaturën e shpatullave, të forcojë muskulaturën e barkut, të përgatitet për fazat e tjera siç është për shembull zvarritja, qëndrimi i ulur, ecja këmadorazi, ngritja duke u tërhequr, është ndër aktivitetet që e ndihmon bebin për të ushtriqur. Normalisht e ndihmon bebin për të bërë më i fortë dhe më i shkahtë, parandalon formimin e kokës së sheshtë. Prandaj qëndrimi i barkazi rekomandohet që të jetë pjesë e rutinës së bebushave që kur ata janë të posalindur. Ka një minutazh që supozohet të ndjek çdo muaj derisa të arrijë në moshën 6 muaj që rri lirshëm barkazi. Por gjithsesi nuk është kaq e thjeshtë dhe qëndrimi i barkazi ka një kleçk që është shumë i vështirë dhe që shumë fëmijë e refuzojnë dhe nuk e pëlqejnë. Prandaj në videon e radhës do ju tregoj pikërisht se çfarë të bëni kur bebushi juaj nuk e pëlqen qëndrimin e barkazi dhe se si ta menaxhoni këtë gjë. Prandaj më ndiqni.